Vazhdim kryerjen e ushtrimit, aukita këtu parkimi paralel midis mjeteve, shikojmë si do e kryejmë. Ushtrimi kryet në 3 ndalime të rikthimit timoni, duke parë pasqyrën e krahut djathtë ku mjeti lëviz para, goma afrohet pranë piketës, në pikën e parkimit dalë mjeti kthe rrodhat djathtas. Në këtë ndalim ingranohet marrëshiet në mbrapa, kthehen rrodhat djathtas. Kjo piketa këtu imiton targën e mjetit, e mezit. Kur mjeti rrotullohet në krahun e majt, shihet pasqyrë drejtues të mjetit. Kur del targa ose kjo piketa e mezit këtu, bëhet ndalimi i dytë. Në këtë ndalim drejtohen gomat. Pastaj fillon ndalimi i tretë me gomat drejtuara, me gomën pasme të krahut majt shkel vijën e parkimit, dhe në vit parkimit. Tu kthe rrotat majtas, kqyr 3 pasqyrat mos se në zhvjet e pandërprera dhe piketat, edhe fut mjetin kuadrat, duke parë mos se në zhvjet e pandërprera dhe piketat. Pastaj kthe rrotat djathtas për të fut mjetin në parkim. Në fund, do të drejtoj goma dhe të raportoj. Mirë, keni kryer ushtrimin, bravo, komplimente.